Javët e fundit ideja për një mision evropian në Ukrainë ka marrë vrull. Nëse realizohet, mund t'i ripërcaktojë prioritetet e sigurisë në Evropë. Por si do ta ndikonte praninë e NATO-s në Kosovë? Më pak vëmendje, më shumë rrezik parashohin disa analistë. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Ndërsa Evropa shqyrton dërgimin e trupave në Ukrainë, në lojë hyn edhe një front tjetër, Kosova. Me mira paqëruajtës evropian të dislokuar në vend, a mund të ndodhë që përshëndrimi i burimeve dhe vëmendjes në lindje ta lërë Kosovën më të cenueshme? NATO-ja siguron që jo. Në një përgjigje dhënë Radios Evropa e Lirë, një zyrtar i Aleancës thotë se NATO-ja prej kohësh është e përkushtuar për sigurinë dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Ne do të vazhdojmë të kontribuojmë në këtë drejtim, së bashku me angazhime tjera që mund t'i marrin aleatët. Misioni i paqëruajtës i NATO-s KFOR është vendosur në Kosovë pas përfundimit të luftës më 1999. Aktualisht ka mbi 4600 trupa, shumica dërmuese e tyre evropian. Italia prin me mbi 1200. Pastaj vijnë shtetet e tjera si Hungaria, Gjermania, Polonia apo Zvicra me qindra ushtar. Në Bosnjë e Hercegovinë gjithashtu prej dekadash ka një mision paqëruajtës që përbëhet prej forcave evropiane. Me 1100 ushtar dhe 3500 të tjerë rezervë, EUFOR-i ofron mbështetje për institucionet e këtij vendi në ruajtjen e paqes që nga viti 2004, kur i ka zëvendësuar forcat e NATO-s. Shefi i NATO-s Mark Rutte ishte në Bosnjë dhe në Kosovë pikërisht këtë muaj. Në një takim me gazetarët në Prishtinë më 11 mars, tha se angazhimi i NATO-s në rajon mbetet i fuqishëm edhe sot e kësaj dite. Ai tha se dërgimi eventual i trupave evropiane në Ukrainë do të mund të ndikonte në rishikimin e pranisë huaj ushtarake në Ballkan, por nuk tha se si apo kur. Është shumë herët të flitet sepse së pari duhet të arrihet marrëveshje për paqe në Ukrainë apo për armëpushim, përpara se të filloni ta ruani atë. Britania dhe Franca po udhëheqin përpjekjet për mbledhjen e një force ushtarake që do të vendosej në Ukrainë në rast të armëpushimit. Kjo pasi presidenti amerikan Donald Trump inicioi bisedimet për një marrëveshje paqe mes Rusisë dhe Ukrainës 3 vjet pasi shteti rus nisi pushtimin në shkallë të plotë të fqinjit të tij. Mbretëria e Bashkuar dhe Franca po udhëheqin së bashku plane për aranjimin e garancive të sigurisë për Ukrainën. Ne po e bëjmë këtë punë së bashku. Po bashkëpunojmë ngushtë me vendet partnere dhe po përpiqemi të krijojmë një koalicion vullnetarësh nga Evropa dhe më gjerë. Pas një takimi të udhëheqësve evropian të njëjtën në Paris, presidenti francez Emmanuel Macron tha se ata u pajtuan që të i shqyrtonin çështjet specifike ligjore rreth çfarë do force evropiane të sigurisë për Ukrainën dhe të raportonin pas 3 javësh. Kryeministri britanik Keir Starmer tha më herët se misioni nuk do të ishte i mundur pa ndihmën e SHBA-s, por SHBA-ja ishte ftohtë ndaj idesë së ndonjë roli ushtarak në Ukrainë. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha po ashtu se për Rusinë do të ishte papranueshme prania forcave të vendeve të NATO-s në Ukrainë, në secilën rrethan sipas tij. Disa vëzhgues si Tim Les nga Qendra për Gjeopolitikë e Universitetit të Cambridge-it nuk presin që ky mision të formohet pikërisht për shkak të këtyre kundërshtimeve. Në vend të tij, Les pret që Evropa t'i fortifikojë shtetet që janë më të shqetësuara nga kërcënimi rus, si ato të Baltikut, Polonia, Rumania apo Moldavia. If they do think that the Balkans are a front line in the conflict. Nëse vlerëson se Ballkani është në front për t'u ballafaquar me Rusinë, atëherë mendoj se do të shohim një militarizim më të madh, sidomos të Kosovës dhe Bosnjës, por nëse ndodh skenari i parë, ai do të kërkonte një lloj rialokimi të burimeve larg Ballkanit drejt atyre vendeve të tjera. Në atë rast, Serbisë do t'i dërgojë mesazh i qartë se nuk do të përballej me kundërshtime nëse i shtyn përpara qëllimet e veta politike.
Këtë mendim ndan edhe Hikmet Karqiq, bashkëpunëtor hulumtues në Universitetin e Sarajevës dhe autori i librit Tortur, poshtrim, vrasje brenda sistemit të kampit serb të Bosnjës. Zhvendosja vëmendjes mund të krijojë boshllëqe në siguri sipas tij. Each and every potential violence which occurs in the region is going Çdo dhunë që ndodh në rajon ka potencial të përhapet nga një vend në tjetrin, në Bosnjë, Kosovë, Maltëzi, Serbi, Maqedoni të Veriut. E kemi parë këtë edhe në të kaluarën, por viteve të fundit ka qenë fokusi i perëndimit i NATO-s, ai që ka mbrojtur rajonin. Në Kosovë, për shembull, prania e trupave të huaja është arsyeja kryesore përse Serbia nuk ka bërë përpjekje përveç para gati 2 vjetësh në Banjsk ta sulmojë fizikisht atë. Jeta Loshaj, hulumtuese në qendrën kosovare për studime të sigurisë, pret që rajoni i Ballkanit të mbetet në radarin e Evropës dhe të zërë vend në secilin plan për mbrojtje që ajo bën. Këtë sipas saj e dëshmon edhe vizita që bëri shefi i NATO-s në Kosovë e paraprakisht edhe në Bosnjë. Nuk e dim nëse forcat e tilla do të mund të alokohen në Ukrainë. Mirë, po nëse vetë një vendim i atill merret, atëherë i vije që Evropa veç ka investu në forca ushtarake dhe investimet që janë bërë, që kemi pa 800 miliard, mendoj që do të kishte hapësirë edhe për Kosovë. Losha ju sugjeron institucioneve të Kosovës të mbeten në komunikim të ngushtë me aleatët ndërkombëtar, qoftë me NATO-n si tërësi apo edhe me shtetet e saj veç e veç. Ajo e vlerëson në mënyrë të veçantë nismën për bashkëpunim ushtarak që u ndërmor së voni nga Kosova, Shqipëria e Kroacia. Kanë një mesazh gatishmërie për Kosovën për të gjetur mënyra jo domosdoshmërisht tërthorazi për të forcuar kapacitetet e saj, por për të reflektuar ndaj situatave geopolitike. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili synon një mandat të ri i qeverisës, premtoi këtë javë mbi 1 miliard euro buxhet për forcën e sigurisë së vendit dhe përsëriti se Kosova do ta ndërtojë fabrikën e saj të municioneve dhe dronëve ushtarak. Tim Les nga Universiteti i Cambridge-it beson se Kosova duhet të ndërmarrë 2 hapa kyç për të ruajtur vëmendjen e aleatëve të saj. One is actively lobbying the West. Një është lobimi aktiv të perëndimi, duke promovuar idenë se Serbia është kërcënim për të dhe duhet të frenohet, dhe në 2, të investojë në sigurinë e saj duke ndërtuar ushtrinë e saj, duke ndërtuar rezervat e saj të armatimit e kështu me radhë në rast se i duhet të përballet me Serbinë drejt për drejt dhe pa ndihmë nga jashtë. Assistance from abroad. Karqiq pajtohet se strategjitë e koordinuara diplomatike dhe ushtarake do t'jenë vendimtare në balancimin e këtyre sfidave të njëkohshme të sigurisë. Sipas tij, perëndimi do të duhej ta ndihmonte Kosovën në forcimin e kapaciteteve të saj ushtarake dhe të sigurisë, përfshirë edhe rritjen e sigurisë kibernetike, për të qenë në gjendje të mbrohet nga kërcënimet e mundshme. Bosnjën thotë se duhet ta inkurajojë që t'i kapërcej ndarjet e saj politike dhe të ndërmarrë hapa për t'i forcuar institucionet dhe kapacitetet e saj të sigurisë. Në të kundërtën, Karqiq thotë se Rusia do të plotësonte çdo vakum të mundshëm që do të linte perëndimi. Russia, along with its proxies in Serbia and Montenegro, Rusia së bashku me mbështetësit e saj në Serbi dhe në Maltëzi do të përpiqej përfundimisht të pengonte zgjerimin e NATO-s në këtë zonë si dhe integrimin e saj në Bashkimin Evropian, po ashtu do të bënte përpjekje për t'i destabilizuar edhe shtetet e NATO-s në Ballkan si Mali Zi. I kemi parë këto përpjekje edhe viteve të kaluara, sidomos me Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Dhe me një administratë amerikane që sinjalizon më pak përfshirje në çështjet evropiane, Kremlini mund të ndjejë më pak presion për veprimet e tij, qoftë në Ukrainë, qoftë në Ballkan, thot profesori Les. The inauguration of Donald Trump. Inaugurimi Donald Trumpit më 20 janar ishte një lloj bombe që shpërtheu në marrëdhëniet ndërkombëtare, pothuajse kudo që shikoni, shihni një lloj të ndikimit të Trumpit. Në këtë klim të pasigurt, sfida për Kosovën dhe Ballkanin perëndimor në përgjithësi duket e qartë. Qëndroni në radar ose rrezikoni të mënjanoheni nga loja gjeopolitike, thon analistët.
por kjo kërkon një balansë kujdesshme mes interesave të brendshme dhe atyre ndërkombëtare, diçka që kurrë nuk është e lehtë, sidomos në një rajon si Ballkani. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Ju vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, si dhe në llogaritë Radio Son në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Faleminderit për besimin, mirëmbëjtje.